rrugës për kavaj dy fjalë për reformën territoriale. Reforma territoriale, e cila duhet kishte qenë një reformë në shërbim të qytetarëve, të funksioneve, të përgjegjësive, qoftë edhe të bashkive, po edhe në përmirësim të demokracisë lokale dhe përfaqësimit, përfundoi në një reformë për llogari të pushtetit, jo duke pasur në qendër qytetarin, jo duke pasur në qendër shërbimet. Me përgjegjësinë maksimale, edhe si anëtare e këtij komisioni, Partia Demokratike mori pjesë në këtë reformë, edhe për të rekuperuar gabimet e 10 viteve më parë të mos pjesëmarrjes. Në 90% të dëgjesave, në asnjë rast, asnjë qytetar i vetëm, asnjë zyrtar i vetëm nuk ka kërkuar numrin e bashkive që të jetë më i ulët. E ky është rezultati i propozimit i Partisë Socialiste, të cilët pa rekuperuar gabimet, problemet e reformës të vitit 2015, propozuan një reformë e cila është hartuar në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën metodë, është hartuar me të njëjtën filozofi, është hartuar vetëm për interes të politikës. 40 e ca bashki është propozimi i majorancës socialiste. Është një lloj kungulleshkash, një lloj numrash. Ndërkohë që me përgjegjësi maksimale duhet kishim ofruar një reformë e cila nisej nga përgjegjësitë e nga funksionet, nisej nga bashkitë të cilat janë më të përgjegjshme, në bashkitë të cilat janë më të qëndrueshme, në bashki që ofrojnë shërbime më të mira, në bashki që mbulojnë më shumë territor. Këtu nuk ka rëndësi se cili është produkti final. Këtu ka rëndësi procesi, ka rëndësi që kjo reformë të ishte për qytetarët. Reforma e vitit 2015, jo vetëm e debatueshme, jo vetëm elektorale, jo vetëm reformë pushteti, tregoi që sot bashkitë janë më të dobta, me më pak kapacitete, që kanë më të vështirë për të menaxhuar territorin, që nuk ofrojnë shërbime. Reforma përfundoi pa dëgjuar pjesën më të madhe të qyteteve. Le të marrim shembullin e Kasharit për shembull, shembullin e Farkës, shembullin e Dajtit. Zonat të tëra të Tiranës sot nuk janë dëgjuar. Zonat të tëra të Tiranës që janë lënë pa shërbim, zonat të tëra të Tiranës të cilat sot e kanë të pamundur të shërbejnë qytetarëve e përsëri do ta ketë pamundur nesër. Në Kavaj propozohet që të bashkohet Kavaja me Rrogozhinën. Nuk e di mbi cilat llogari të shërbimeve është bërë kjo. Për llogari elektorale po jo për llogari të shërbimeve. Reformat e njëanshme, reformat që dalin vetëm si llogari elektorale, reformat të cilat nuk bazohen në kërkesat e qytetarëve, reformat të cilat bëhen skutave, propozohen skutave, pa kritere, pa metoda, pa vlerësim, do dështojnë, ashtu siç ka dështuar e para. Sot Shqipëria ka nevojë për një reformë të plotë, ka nevojë për decentralizim, ka nevojë për funksione më të mira për bashkitë, për qëndrueshmëri financiare dhe ka nevojë për të vënë në qendër qytetarin, jo politikën.